Zhvatën 22 milion lek të pensioneve dhe ndihmës ekonomike në Devol procedohen 2 drejtueset e postës shqiptare. 2 drejtueset të degës së postës shqiptare në Devol janë proceduar penalisht nga policia e Korçës pasi akuzohen për falsifikim, shpërdorim detyre dhe përvetësim të 22 milion lekëve të reja të akorduara për pensionistët dhe familjet e tyre me ndihmë ekonomike në këtë rreth. Hetimet janë kryer nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare që konfirmuan sot 16 janar se referuan materialet në prokurori. Me njerë filloi procedimi penal për veprat penale vjedhje kryer duke shpërdoruar detyrën falsifikimi dokumentave dhe falsifikimi kompjuterik kryer në bashkëpunim. Për PSH 29 vjeç banuese në Bilisht me detyrë përgjegjëse zonës postare Vishocic, Devol, dhe që 27 vjeçe banuese në Bilisht me detyrë arkëtare e llogaritare në degën postare Devol. Burimet zyrtare bëjnë me dije se të dyja punëtoret ndiqen në gjendje të lirë pasi njëra është atzan dhe tjetra ka një fëmijë të mitur rreth 1 vjeç. Nga hetimet dyshohet se këto shtetase në bashkëpunim me njëra tjetrën gjatë periudhës shtator 2025 janar 2026 kanë vjedhur rreth 22.000 lekë të rinj nga fondi postës duke shpërdoruar detyrat. Shtetësia PSH dyshohet se ka përvetësuar dhe shpërdoruar fondet e pensioneve dhe të ndihmës ekonomike kryesisht pensioneve që jetonin jashtë shtetit, duke falsifikuar nënshkrimet e tyre, ndërsa shtetësia EÇ dyshohet se ka manipuluar, hequr dhe falsifikuar mandat pagesat nga evidencat e librave të arkës dhe sistemit të menaxhimit të parave kesh për të favorizuar vjedhjen e fondeve nga 29 vjeçaria, thuhet në një njoftim zyrtar të policisë vendore. Vjen puna për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar që mund të jenë përfshirë në këtë rast.